Miq Prizmës, në Partinë Demokratike, në kryesinë e saj, po kryesisht në 3-4 vetet që drejtojnë leadershipin Maximus, është marrë vendimi i përballjes me patronazhistët. Shpikja fjalësh patronazhist për fymje nuk ishte thjesht përdorimi Edi Ramës me fjala për ato që ai do të di se kur është në çdo moment partia e tij dhe sigurisht propagandës për votim. Patronazhistët ekzistojnë edhe në parti në Francë, në Itali, në Gjermani, në Amerikë. Ato sigurisht marrin zonat dhe aty bëjnë patronazhin e tyre të jo vetëm bindjes, po edhe të koncepteve të drejtimit të punës partisë për të ditur se ku është në çdo moment me elektorat ajo parti e cila ndërton element tillë. Ke Partia Demokratike, ata nuk janë të zotë të ndërtojnë element tillë institucional, të cilët sigurisht mund të punojnë në këtë lloj mënyre, janë brenda ligjit, nuk ka se po thyen ligjin, pavarësisht marrëzirave që fliten vazhdimisht, por ndërtojnë struktura paralele, deviate, të shpifjes edhe të kaosit të sharjes dhe fyres. Në Shqipëri është vendosur tash një element i ri i portalizmit edhe krijimit të adresave false. Janë 10.000 njerëz të cilët sigurisht do veprojnë për të shpifur nëpër portale, janë krijuar portalet e reja, shikojeni. Ato krijohen për ditë tashin, prag zgjedhjesh, edhe emra të ri shpifësis në Facebook. Dhe sigurisht janë shpërndarë në terren për të mos bërë asgjë tjetër përveç se fake newsit, shpifjes edhe sharjes edhe fyerjes. Çdo kandidat, çdo njeri që ka mendimin e vet, do shahet, do fyet në Facebook dhe do merret përsipër. Këta janë modeli i ri i portalizmit edhe facebookizmit në Partinë Demokratike. Parat sigurisht janë parat e Gërdesit, parat e Abi Maltezit, 21-shit, parat e trojeve të Algita Martezit dhe parat e sigurisht Shkëlzen Berishës, parat e familjes që vinë pastaj edhe nga çunat e Mamurçit, çunat e Bushatit, çunat e Lazaratit, çunat shpërndar gjithkund, janë fëmijët e ish shiksave të Gaziantepit, të cilët merren me transportin nga Bogotaja, gjithë Kolumbia, rruga e Turqisë, rruga e Afganistanit, sigurisht shpërndar janë në për zona të ndryshme, ato zaptues tokash edhe trojesh në Tiranë, në Elbasan, të sigurisht Kneta, Durrës, periferitë, suburget e Shkodrës. Sigurisht Shkodra ka një të veten, sepse i ka edhe të shpërndarë dhe me religjon, lagjet përcaktuara, të cilët sigurisht shajnë fyen në çdo moment. Këtë dallojnë njeri që sigurisht nuk është me to, mjafton që ta identifikojnë në Facebook e sulmojnë, ose portale që vetëm gënjejnë, vetëm shajnë, vetëm fyen, të bëjnë të besueshme më të pabesueshme në botës. Sulmi me këta 10.000 njerëz të cilët paguhen, normalisht që paguhen, është ai sulmi përgatitur nga Partia Demokratike për të bërë pastaj edhe sigurisht arsyeën e humbjes, për të vazhduar gënjeshtrën e mashtrimin, ta akseleruar atë deri në maksimum për të u vodh këtu, u shkatrua atje, u blen këtu, ka filluar që tani të veprohet në fshatrat të ndryshme, do blihet kaq, do blihet aq, do shkatrohen zgjedhjet, mafia në pushtet vjedh edhe paguan kaq për vot, mafia në pushtet do të bëj këtë, do të bëj atë. Të gjitha ato që konsiderojnë investime, i konsiderojnë si veprimet mafjes, të cilat sigurisht i përfiton mafja si paraj dhe jo komuniteti si investim, dhe element nga më të ndryshmet, sidomos sulmin personal në për Facebook, kujdes me misit e reja të emrave të ri që janë, sepse ata janë gjithë pjesë e shpifsave portalist dhe sharësve facebookist të Partisë Demokratike dhe Sali Berishës. Vetëm kjo ju ka mbetur si mënyrë. Imitojnë pak a shumë edhe portalizmin ruso-sovjetik, edhe sigurisht atë më të përhapurin në Evropë. Në Evropë e përdore majta për të sharë çdo lloj veprimi, i cili ka trashëgiminë, ka njerëz të legur ose mbarësinë në moral, ata e sulmojnë për ditë.
po këtë punë ka dhe ky lloj portalizmi edhe shpifarak lleku i Partisë Demokratike dhe i Sali Berisës për të ndyrë, jo vetëm zgjedhjet, për të ndyrë gjithë vendin, për ta sharë, për ta nxjerrë, kanë porosi portalesh të cilat ngriten domenet e tyre i çojnë kryesisht në Itali, pastaj edhe deri në Kinë, për të sharë vendin e tyre, për ta nxjerrë Shqipërinë sa më të ndyrë në sy të botës, për ta sharë në çdo lloj drejtimi, çdo ministri duhet sharë, duhet fyer, çdo femër që drejton në institucione duhet nxjerrë e pamoralshme, çdo mashkull i korruptuar dhe çdo lloj institucioni i korruptuar, për të thënë që Shqipëria është gjëja më e keqe që ka Evropa. Populli shqiptar ikën e largohet për ditë, nuk ka të hajë, po vdesin urije. E gjithë teoria e tyre e ngritjes në lartësitë maksimale është për të përhapur sa më tepër mashtrimin dhe gënjeshtrën, sepse kjo ju ka mbetur, nuk ka mbetur asgjë tjetër. Sa do besohen, sigurisht të gjithë budallet kanë për të besuar. Ajo pjesë e asaj popullsie e cila është pjesë që beson gënjeshtrën dhe do të jetojë me gënjeshtrën, ka për të besuar dhe do bashkohet me to. Pjesa tjetër do largohet e gjitha. Por ama tash po përhapen si vaj në lakna, pikërisht shpifës portalistat dhe sharës facebookistat. Ky vendim është marrë dhe do të vazhdojë. Vepron shumë në qytetet e mëdha, po vazhdon edhe i fortë edhe në periferitë, suburget e qyteteve të mëdha, të cilët sigurisht vlojnë nga elemente të tillë të shtër degeneruar që Partia Demokratike i ka mbledhur me vete, i ka dhe do t'i përdori gjatë gjithë jetës tij sa të ketë gjallë dhe të marrë frymë Sali Berisha. Dakord, miqtë e mi?